Vëllezër dhe motra, mirë se erdhët të protestën kombëtare, të thërritur nga opozita shqiptare. E para e një vale të gjatë protestash që do finalizohet me largimin e Edi Ramës, familjes së tij dhe hajdutëve qeveritar. Nderojmë në këto momente himnin kombëtar. A I ka bërë një betej të vërtet të Bashkia Tiranës. Për 27 javë, rezultatin e dim të gjithë. Kjo dëshmon se opozita kur ngull këmbë, kur lufton, ja del mban. Ftojmë në këto momente të gjithë të podium, deputeti Partisë Demokratike, Belind Kolliçi. Mirëmbrëma, për gjithë ata që kanë një pyetje, ku është Partia Demokratike dhe opozita? Ndizni dritat e telefonave, ta shohin gjithë shqiptarët, ku është populli opozitar? Ku është Partia Demokratike e Shqipërisë? Nderuar qytetar, ne sot nuk jemi mbledhur për një ritual politik e as për një protest të radhës. Sot jemi këtu si misionar. Jemi këtu për të bërë histori dhe për të thënë vërtetën. Ky pushtet ka mbaruar. Edi Rama duhet jap dorëheqjen tani, jo nesër, jo pas zgjedhjeve, jo kur t'i leverdis atij, tani. Këtu kranesh, në hijet e pushtetit që mishëron kjo godin, ka disa kohë që luhet një dramë e madhe. Frikë, dhunë, shantazh, thika pas shpine e tradhtime sortakësh. Zia ka rënë në pallatin e korrupsionit. Gjumi I tyre është prishur përfundimisht. Ata hynë e dalin nga kjo godin, jo për qeverisur, por për dy arsye: për të zhdukur provat e krimeve dhe për të mbledhur prova kundër njëri tjetrit. Visi ka ruajtur mesazhet e Ballukut. Balluku ka ruajtur mesazhet e Palloshit, ndërsa Gysi I ka filmuar që gjithë. Kamerat fsheta, telefonatat regjistruara, USB të ruajtura, përgjimen kasaforta, të gjitha mes bandës kriminale që ende guxon dhe e quan veten qeveri, ndërsa kreu I organizatës Edi Rama nuk di më as këtë mbroj dhe as këtë lëshoj. Miliarda euro të grabitura në çdo tender, në çdo kantier e në çdo pasuri publike e private sot nuk I bëjnë më derman. Sepse nderuar qytetar, ju e dini tashmë se mekanizmi përbindësh ka rënë. Me parat e pasurit e shqiptarve, kjo bandë siguroi për 13 vite me radhë vota, aleanca, mbështetje, lobim ndërkombëtar, Karlo Media, krim dhe luks të shprenuar personal. E gjithë kjo makineri u mbajgjall mbi frikën, presionin, dhunën ndaj qytetarëve, mbi shpopullimin masiv dhe përpjekjen e vazhdueshme për të likuiduar opozitën. Miliarda euro të zhdukura nga xhepat tanë, bashkë me shëndetin, edukimin, sigurinë rrugore,
ato ushqimore dhe cilësinë e jetës. Kjo bandë detyroi të ikin nga sytë këmbët plot 1.1 milion shqiptar. Ama sot, të nderuar qytetar, historia është përmbysur. Ata që kanë frikë, ata që kërkojnë të aratisen, ata që fshihen, ata që nuk dalin më para njerëzve, janë pikërisht këta që qeverisin kriminalisht për më shumë se një dekadë. Ndaj sot dua t'u drejtohem të gjithë juve dhe mbi gjitha kreut opozitës dhe të Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berisha. I drejtohemi gjithë demokratëve që nuk u përkulën, qytetarëve që nuk e shitën dignitetin, gazetarëve dhe njerëzve publik që nuk u blet, ju që denoncuat, ju që qëndruat, që folët atëherë kur ishte shumë e rrezikshme që të flisje. Ja ku jemi dhe sa shumë që jemi. Sot jemi këtu edhe për të dhënë një mësim final politik, mësimin më të vyer që një popull mund t'i jap mandatarëve të vet. Mandati nuk është pronë, nuk është privilegj, nuk është licencë për të vjedhur. Kush merr mandat është shërptori i qytetarëve e jo pronari i shtetit. Nëse vjedh, largohesh. Nëse shkel besimin, mandati mbaron. Nëse e trajton shtetin si plaçk, do të përgjigjesh para ligjit. Dhe miq, o sot, o kurrë, sepse ajo që do të vendosim sot do të jetë një precedent për të ardhmen, një precedent që nuk do të arrijë më askush ta përmbys. Askush nuk ka imunitet nga zemrimi qytetar. Askush nuk mund të ushqejë iluzionin se kur qeveris kundër popullit të pret qetësia. Edi Rama duhet ta jap dorëheqjen tani, edhe si një akt i një emergjence kombëtare. Sepse Edi Rama ka kohë, dashur miq, që nuk është më kryeministër, por është kapobanda i një sistemi abuzues, grabitës, shkatrues dhe shpopullues. Por kur reziston, kur nuk i nënshtrohesh as edhe një pazari, ja ku vjen dhe përmbysja finale. Ajo më e pa imagjinueshmja. Ata që na mbanin ne nën frikë, sot jetojnë me frikë. Ata që na shantazhonin, sot shantazhohen mes tyre. Ata që predikonin stabilitet, sot nuk kontrollojnë më asnjën e vet. Shqipëria është një moment shumë vështirë, por edhe buz një shpresë të re, sepse zgjidhjet, kapacitetet dhe njerëzit janë këtu. Ky vend nuk ka marrë fund. Fundi po u vjen atyre që investuan që kjo të ndodhte. Demokracia, miq, nuk vdes në një ditë. Vdes vetëm kur njerëzit binden se nuk ka alternativë. Dhe për këtë mashtrim të ndyrë u investua ky pushtet me Karlo Mediat e tij. Alternativë ka. E nisëm betejën kundër grupit strukturuar kriminal 5D dhe ishim shumë pak. Thoshin nuk keni për t'ja dalë, se janë shumë fort, kanë miliarda dhe janë frikshëm. Qëndruam, protestuam për 44 javë rresht, denoncuam çdo ditë e depozituam dosje pafund. Ku janë sot ata? Të gjithë pushtetshmit që blenin votat e Tiranës, janë të gjithë në burg së bashku me Erionin e tyre, me kryetarin e tyre. E njëjta histori me Ballukun, na u turrën se e kemi të kot. Bela Mafia nuk preket, është më e fortë se Rama. Denoncuam tunelin, denoncuam lotet e rrugëve, Tigrin 1 dhe Tigrin 3, Keshin, Arrëshën, dhe ja ku po i vjen ora dhe Ballukut, me gjithë bandën e saj, në përburgje, arreste e ndjekje penale. Por, të dashur miq, ne gjithë bashku do ta bëjmë dhe aktin e fundit pa na u dridhur qerpiku. Ne do ta largojmë edhe Edi Ramën. Këmbanat që po bien po u kujtojnë se pushteti nuk është i përjetshëm. Ky shesh sot nuk po kërkon, por po vendos. Ky është mësimi, ky është precedenti. Shqiptarët nuk rrëzojnë shtetin, shqiptarët rrëzojnë abuzimin. Populli të vendos dhe është populli që të heq. Sot këtu është vetëm fillimi. Dorëheqje Edi Rama, dorëheqje, dorëheqje, dorëheqje. Dhe para se ta mbyll, kam një mesazh personal për kamikazin në kryet komisariatit numër 4 në Tiranë, Felix Hodajn. Ti banditi keq përdorur, harroje shantazhin ndaj demokratëve me ato deklaratat që kërkoje sot me shkrim, që kërkoje të firmosnin demokratët për të mos marrë pjesë në protestat kundër këtij narkoshteti. Ne nuk llogarisim kreun e narkoshtetit e jo më të llogarisim ty. Guxo ti
dhe shefat e tu, dhe një herë të vetme, t'i binin qaf demokratëve dhe do të merremi personalisht me ju, një e nga një. Forca qytetar, vazhdoja dalim. Fitore, fitore, fitore! Duhet gjithmonë një kujtesë e rezistencës së përbashkët përballë pushtetit. Kjo video 1 minutëshe kthen në kujtesë protestën e bashkisë dhe qëndresën e protestuesve. Folësja e dytë është deputete që nuk i është mangur asnjëherë përballjes me pushtetin, në sallën e parlamentit apo në rrugët e Florinta të Shqipërisë. Ftojmë në podium deputeten Elda Hoti. Të dashur qytetar, të dashur opozitar që jeni sot në këtë shesh, i nderuar lideri i opozitës, profesor doktor Sali Berisha. Dua ta nis këtë fjalë me një përulje të thellë për secilin për jush. Ju jeni shpresa që ky vend mund të ketë demokraci. Ju jeni mbrojtësit e saj. Ju jeni shpresa që Shqipëria së bashku mund të rikthejmë dinjitetin e nëpërkombur nga kusaret e pushtetit dhe krimit organizuar. Ju sot jeni shpresa që Shqipëria nuk do të zhbohet. Ju jeni fuqia e vetë me misionit ton. Një falënderim të veçantë për ju qendrëstar që nuk jeni dorëzuar asnjë ditë, edhe pse pushteti ju ka përndjekur, ju ka kërcënuar dhe është munduar t'ju blej. Të flasësh sot nga ky podium nuk është e lehtë, sepse më shumë se fjalët tona flasin vuajtjet tuaja, flasin mundimet tuaja, flet e përditshmja juaj. Të flasësh për Shqipërinë e kthyer në narkoregjim nuk është e lehtë. Të flasësh për një popull që është kurrur më pak se 2 milion banor, nga këtë qeverisja dhe babëzia e rilindjes nuk është e lehtë. Të flasësh për të rinj që rrezikojnë jetën me gomone duke kërkuar një të ardhme më të sigurt, nuk është as pak e lehtë. Ne flasim për zhvillim. Por çfarë zhvillimi është ky? Kur pensionistët numrojnë qindarkat. Çfarë zhvillimi është kur prindrit tanë detyrohen të zgjedhin midis një ilaçi cilësor dhe një ilaçi të dorës së tretë, sepse nuk ju mjaftojnë parat. Çfarë zhvillimi është kur çiftet e reja llogarisin dekada punë kursime për një shtëpi, ndërsa e pandehura Belinda Balluku ka shtëpi që e përdor vetëm për të mbajtur çelësat e 300 apartamenteve të grabitura nga taksat tuaja. Ndërkohë që qytetarët me zi mbyllin muajin, ata atje jetojnë në luks të shfrenuar me 3 milion euro verë, koordinatori i krimit organizuar Ergys Agasi. Shishet e verës së Ramës në vilën e Gysit është shenja se kur krimi bashkohet me shtetin, qytetari ka marrë fund. A e mbani mend miqtë e mi? 30.000 euro një shishe verë pinte kryeministri. Sa pensioni 30 pensionisteve në një vit. Bodrumi me veri Gysit, sa kostoja e pajisjeve që i duhen onkologjikut, që shqiptarët të mos vdesin në korridoret e spitaleve. Po për hallet personale të Belindës dhe Edit, a duhet ne të braktisim shtëpit tona, familjet tona, vendin ton? Sigurisht që jo. Nuk do të pranojmë që kjo band hajdudësh të na vjedh çdo ditë, të na shkatrojë Shqipërinë dhe të na thotë se kjo është zhvillim.
Çfarë zhvillimi është ky? Kur shteti nuk mbron qytetarin, por mbron ajdudin dhe bot palë me kriminelin. Institucionet që duhet të na mbrojnë janë kthyer në vegla të një pushteti të kalbur. Prandaj, pyetja që ka çdo shqiptar sot është: kur të merr peng policia, kujt duhet ne të telefonojmë? Kur të vjedh ai që paguhet të na ruaj, ku duhet të qahemi? Prandaj, të dashur qytetar, ne sot nuk kemi një qeveri, por kemi një band hajdudësh, dhe në krye të kësaj bande qëndron një kryeministër që është kreu i saj dhe nuk po qeveris Shqipërinë. Ai negocion për të mbajtur pushtetin, negocion për të shpëtuar veten dhe rrethin e tij, ndërsa Shqipëria zhdytet çdo ditë më shumë në mjerim. Por Shqipëria nuk është pronë e tyre. Shqipëria nuk është plaçk për të ndarë mes një grushti njerëzish. Shqipëria është e qytetarëve të saj. Ndajikja nuk është alternativë. Dorëzimi nuk është alternativë. Të kthejmë kokën në anën tjetër nuk është alternativë. Alternativë është t'i rrëzojmë një orë më parë. Kjo band hajdudësh, kjo qeveri e organizuar në krim, duhet të thyej qafën, duhet të përfundojë në koshin e plerave të historisë. Alternativa, miqtë e mi, është bashkimi, është guximi dhe qëndresa. Drejtësia, dinjiteti dhe liria nuk dhurohen, por fitohen. Ne do të qëndrojmë dhe opozita është e gatshme të bëjë çdo sakrificë për të rikthyer shtetin ligjor. Sot është dita për guxim, sot është dita për zë, sot është dita për qëndresë. Të ngrihemi për fëmijët tanë, të ngrihemi për prindrit tanë, të ngrihemi për Shqipërinë tonë. Zoti ju bekoft ju dhe shqiptarët. Faleminderit. Protesta e deputetëve të Partisë Demokratike ka pushtuar titujt e mediave kryesore në botë. Edhe CNN Amerikan, edhe pse një media së majtës, i ka kushtuar hapësirë rezistencës së deputetëve të opozitës në luftën kundër pushtetit të korruptuar të Edi Ramës. This chaotic scene erupted inside Albanian parliament after weeks of tension due to corruption allegations against the deputy prime minister. You can see opposition lawmakers lighting flares, throwing water at the speaker, and scuffling in a bid to disrupt the session. Lawmakers were demanding to see the formal allegations submitted against Deputy Prime Minister Belinda Baluku, who is Albanian Prime Minister Edi Rama's closest cabinet ally. Baluku is alleged to have participated in corrupt practices intended to favor companies responsible for major infrastructure projects, including a tunnel and the ring road in the capital, Tirana. Baluku said last month the accusations are, quote, mudslinging insinuations, half-truths, and lies, and that she'd fully cooperate with the judiciary. The Special Prosecution Office, tasked with fighting corruption and organized crime, has asked Parliament to allow Baluku's arrest. The legislature, where Rama's ruling party has a majority, is expected to vote on the request. Kryetari I grupit parlamentar demokrat ka qenë vazhdimisht në krye të denoncimeve antiqeveritare, pavarësisht nëse korrupsioni ishte I Belindës, I Ramës apo I vëllait të tij Olcit. Ftojmë në podium kryetarin e grupit parlamentar demokrat, zotin Gazmend Bardhi. Të dashur qytetarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, motra dhe vëllezër, demokratë dhe qytetarë të lirë të Shqipërisë. Dua t'ju falenderoj nga zemra që qëndroni këtu të pathyeshëm. Ju falenderoj që edhe kur zhgënjimi ka qenë I madh, nuk e keni humbur dinjitetin. Ju falenderoj sepse forca juaj është kthyer gjithmonë në shpresën tonë të përbashkët, në shpresën e Shqipërisë. Mbi gjitha ju falenderoj për besimin që I jepni Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare në një kohë të vështirë, në kohën e sundimit të kolerës, korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Prania juaj sonte në këtë shesh madhështor, proteste do të thotë vetëm një gjë. Kjo shoqëri, shoqëria shqiptare, ka ende një zemër, ka ende guxim e do ndryshimin. Këto ditë kam takuar shumë prej jush, kam dëgjuar shqetësimet tuaja, lodhjen,
dilemat tuaja, revoltën tuaj për gjërat që po shkojnë keq. Dhe po, në çdo takim që kam patur me ju të dashur demokratë dhe qytetarë të lirë të këtij vendi, të stërmunduar, ka marrë prej jush vetëm një mesazh. Ju nuk dorëzoheni, të gjithë bashkë ne nuk dorëzohemi. Nga ju në këtë shesh dhe në çdo takim ka mësuar leksionin më të madh të jetës time politike, se sakrifica dhe besimi janë dy vlerat më të mëdha që na kanë mbajtur gjithmonë në këmbë. Se sakrifica dhe besimi do të na çojnë përpara për të përballur me pengesën dhe problematikën më të madhe të shqiptarëve, largimin e Edi Ramës, kryeministrit më të korruptuar dhe më të inkriminuar në Europë dhe në botë. Sot jam këtu përpara jush për këtë arsye, sepse kjo protestë nuk është vetëm kundër një qeverie të korruptuar, por është për dinjitetin ton të përbashkët, për besimin ton dhe për të ardhmen që nuk ja falim Edi Ramës. Ne nuk jemi këtu sepse nuk rrim dot ngrohtë në shtëpitë tona. Ne nuk jemi këtu sepse na pëlqen të kalojmë kohën në protesta, por ne jemi këtu sepse korrupsioni po na merr frymën. Korrupsioni po i merr frymën Shqipërisë, sepse kartelet e drogës bashkë me qeverinë e tyre po na vjellin të ardhmen, po vjellin të ardhmen e fëmijëve të qytetarëve shqiptar. Edi Rama, Belinda Balluku, banda kriminale dhe kartelet e drogës që qëndrojnë pas tyre, duan që ne të kemi frikë, duan që ne të heshtim. Edi Rama don që ne të ulim kokën, duan që të mendojmë se jemi të pashpresë. Bashkë me çetën e tyre, të mega hajdutëve, ai do që ne të besojmë se në këtë vend të gjithë janë njësoj, se asgjë nuk ndryshon, por ne jemi këtu për t'u treguar se ata e kanë gabim dhe se e keqja nuk do të triumfoj. Ne jemi këtu për t'u thënë hajdutëve dhe kriminalëve të qeverisë se koha e tyre ka mbaruar. Tani është koha e qytetarëve ndershëm të Shqipërisë. Sepse kur pushteti vjell, nuk vjell vetëm të capara, vjell jetën tuaj, vjell mundësinë tuaj, vjell të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sot kam një mesazh edhe për ata që janë të shumt, që do donin tishin me zemër këtu, por që na shohin nga shtëpia me dyshim, me lodhje, ndoshta edhe me frikë. Kjo nuk është protesta e një partie, kjo është protesta e njerëzve që nuk duan më të nëpërkëmben. Jam këtu për t'ju thënë se ju nuk jeni vetëm, ne nuk kemi frikë sepse ju nuk keni frikë. Këtij pushteti i janë tundur themelet dhe Edi Rama është sot njeriu më i frikësuar në Shqipëri. Ai ka frikë sepse e vërteta ka dalë, ka frikë sepse e di që rrethi po i ngushtohet, ka frikë sepse e di që ky popull kur zgjohet nuk ndalet më. Të dashur vëllezër dhe motra, sot është koha që ne të guxojmë, guximi për të mos heshtur, guximi për të mos u larguar, guximi për të mos u dorëzuar, sepse historia nuk ndryshohet nga ata që presin. Historia ndryshohet nga ata si ju që qëndrojmë dhe historia na ka mësuar një gjë. Asnjë pushtet nuk bien me lutje, asnjë pushtet nuk bien me heshtje, por asnjë pushtet nuk i reziston dot një populli që nuk don të dorëzohet. Ne nuk kemi luksin e dëshpërimit, ne kemi detyrimin e qëndresës. Ne nuk mund të presim që dikush tjetër ta bëjë këtë betejë për ne. Ne nuk mund të presim që padrejtësia të zhduket vetë, që korrupsioni të ngopet, që kartelet e drogës të tërhiqen. Ne sot jemi në këtë shesh për të thënë me zë të lartë, na dëgjoj Shqipëria dhe e gjithë bota, nuk do të heshtim, nuk do të trembemi, nuk do të tërhiqemi. Ne do të qëndrojmë në sheshe, do të qëndrojmë të fortë, do të qëndrojmë me sakrificë, do të qëndrojmë me besim tek njëri tjetri. Nga sot Edi Rama duhet ta ketë të qartë. Qytetarët do t'i ketë përballë
deri në largimin e tij. Jo sepse këtë e themi ne, por sepse frika ka ndryshuar krah. Sepse për herë të parë, pushteti po reagon, pushteti po justifikohet, pushteti po nervozohet, sepse për herë të parë, pushteti është trembur nga krimet e veta. Prandaj sot është koha për qëndres, të dashur vëllezër dhe motra. Sot nuk ju kërkohet të besoni tek një individ, as tek një parti, as tek një slogan. Sot ju kërkohet të besoni tek vetja juaj, sepse asnjë regjim nuk ka rënë nga fjalimet. Ka rënë vetëm kur njerëzit nuk kanë pranuar më poshtërimin si normalitet, sepse kur një popull ngrihet për dinjitetin e tij, asnjë pushtet nuk e ndal dot. Prandaj dhe qëndroni, rezistoni, mos u përkulni. Qëndres sot, rezistencë nesër dhe fitore së shpejti për Shqipërinë. Faleminderit. A ishte i pari që përdori termin narkoshtet për qeverinë e Edi Ramës, që në vitin 2017. Shumë vetë rrudhën buzët, atëherë dhe më vonë, për koha i dha të drejtë Sali Berishës. Termin narkoshtet prej 2 vitesh ka bërë vend në titujt e mediave kryesore të botës. Si opozitar, a i luftoj krah për krah me banorët e Astirit dhe i ishte një ndër kryesorët në protestën e bashkisë. Sot si deputet, a i e vijon betejë në parlament pa kompromis. Ftojmë në podium deputetin e Partisë Demokratike, zotin Clevis Balliu. Përshëndetje qëndrestar, herojt Shqipëris, misionart luftës kundër narkoshtetit. Të nderuar miq, sot më shumë se kur, bandat në pushtet fshihen si struci. Sot më shumë se kur, janë në garë, kush t'ja fus njëri tjetrit. Jo për frikën e njërit apo tjetrit, po prej frikës nga ju, se e din që ju ka ardhur data, ju ja kallni datën. Të nderuar miq, të nderuar qëndrestar, 12 vite kemi denoncuar se si një narkopushtet ka vjedhur çdo ditë, ka vjedhur çdo minutë, çdo orë, duke i transformuar shqiptarët në popullin më të varfër të Europës, me pushtetarët më të pasur të botës. Ndërkohë që sot në Shqipëri nuk ka ilaçe nëpër spitale, Ergys Agasi ka 3 milion euro shishe vere, ndërkohë që trit dhe trejat largohen se nuk blejnë dot një apartament në Shqipëri, si rjedhoj e pastrimit parave të drogës në ndërtim. Belinda Balluku ka plot 314 apartamente dhe 2 jate, dhe këto janë të vetmet që dim ne, e sa tjera. Dhe t'imagjinosh që këto janë shërbëtorët e Edi Ramës. Kur këta shërbëtorë kanë këto pasuri, çfarë pasurie ka narko-kryeministri Edi Rama? Ku i gjetën parat? Janë të gjitha parat tuaja. Prandaj duhet luftojmë që t'i arrestojmë, të shkojnë në burg dhe t'i konfiskohen gjitha pasurit që ju kanë vjedhur ju. Të nderuar motra dhe vlezër, të nderuar demokrat, të nderuar qytetar, sot mediat e narkopushtetit na tregojnë se këtu janë militantë e partisë. Jo, këtu nuk janë militantë partije, këtu janë militantët e Shqipërisë, misionarët që kanë vendosur të largojnë narkoshtetin dhe
kryeministri Edi Rama. Deri dje, të nderuar miq, ishte vetëm opozita që fliste për narkoshtetin. Deri dje, ishte vetëm opozita që denonconte. Kurse sot është e gjithë Europa. Sot janë 7 rezoluta ndërkombëtare që faktojnë akuzat tona. Sot është e gjithë bota që fakton se Edi Rama është kryetari i një narkoshteti. Sot të nderuar miq, nuk ka asnjë gjuhë e botës që nuk e di që Edi Rama është një trafikant i rëndom droge që ka vjedhur pushtetin me narkokartelet, duke bler vota, duke bërë presion. Kur një shtet bie prej bandave, çfarë ndodh? Ndodh që biznesmenët merren peng. Ndodh që punonjësit e administratës merren peng për interesat e baxhanakut kryeministrit. Ndodh që torturohen në përshkutat e krimit Suel Qelës, Troplinve, Gjabafve dhe çdo kriminali tjetër. Dhe sot, nga ky podium, do u themi që njësoj siç kemi bërë me kriminalët, kur kemi qenë pushtet, që i gjetëm në skutat ku ishim shehur, nga Aldo Bare te kushdo tjetër, të gjitha bandat do kenë të njëjtin fat, nuk do kenë vrim kur të fshihen, do të arrestohen dhe do të shkojnë burgu ku meritojnë. Ndaj sot, të nderuar miq, më shumë se kur është e nevojshme qëndresa. Kjo që nis sot nuk është thjesht një protest. Kjo që nis sot nuk është një miting. Kjo është piknisja e një misioni pa kthim. Kjo është piknisja e një revolte pa kthim. Kjo është piknisja e fitores të Shqipërisë dhe dështimit narkoshtetit. Sot më shumë se kur jam krenar që jam një nga ju. Sot më shumë se kur jam krenar që jam pjesë e Partisë Demokratike. Sot më shumë se kur jam krenar që jam pjesë e misionit e nisur nga lideri i opozitës, profesor doktor Sali Berisha, i cili jo vetëm denoncoi për herë të parë narkoshtetin, por i bëri ballë që në 2017 vazhdon t'i bëj ballë sot dhe bashkë me ju do të korrim fitoren e nevojshme për vendin ton, për kombin ton. Ndaj sot, të nderuar miq, le t'i japim fjalës njëri tjetrit që kjo nuk mund të mbyllet kurrë me një protestë. Kjo mbyllet vetëm me largimin e Edi Ramës, qeverinë teknike, zgjedhje të lira dhe ndershme, arrestimin e narkoshtetit dhe narkotrafikantëve në pushtet. Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti i bekon shqiptarët. Palloshi i gjatë, thuaj ati kurvës, ja them gjithnjë kapos. Këto janë disa mesazhe që ministrat bandit të Ramës dhe koordinatori i bandave dhe kryeministrit shkëmbenin me vartësit apo e prorët. Ju ftoj të ndiqni edhe disa të tjera në ekran. Siç mund të shohim, është biseda Belinda Ballukut me Evis Berberin. Kur do të hapësh llogaran se plasa, thot Balluku, nxirre tunelin. Dhe për tunelin shpallet fitues turku. Evis Berberi i thot, i pari me të dytin, 10 milion euro diferencë, super fare. Belinda shton, priti qoj fjallë ati kurvës që kërcenon me SMS. Ja këndoj këngën dhe nuk ma ndjem për asnjë, thot Balluku. Palloshi i gjatë, tani kërkon 50 milion euro. Të rrita të plehrën dhe thuaj, kjo është skema, çfarë halli ke? Shkosja Rokarlon, thuaj mos shkruaj më tek ministria, ose pastaj harroj bashkëpunimin. Për këtë flet ky, se ka rënë dakord me Ramën. E po, një do ta marrë ky super këja, se i ka premtuar rëja. Çunat e tjerë janë duke mbuluar nga xhepi vet mediat. Ty, një të kam lënë. Sharoj ati kurvës që nuk do hapen proceset e reja se nuk lejojnë financat. Për pas, janë mesazhet e Ergy Sagasit. T'ja them, ka një gjë që i them gjithnjë kapos, se e ka gjithnjë një raport. Projekti bën 2 milion euro, do t'a bëjmë 4 milion, thot Ergy Sagasi.
I riu që vjen tani studion në Itali, në Universitetin Bocconi. Mund ta njihni si aktivist I cili gjatë viteve të gjimnazit ishte në balë të përpjekjeve rinore për një Shqipëri më të drejtë për bashkëmoshatarët e tij. Ftoj në podium të riun Laert Vasili. Mirëmbrëma demokrat dhe demokrate, qëndrestar të palodhur të demokracisë dhe të lirisë. Mirëmbrëma qytetar të mbar kombit shqiptar, kudo që jeni dhe po na ndiqni. Mirëmbrëma dhe kryetari I Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Laert Vasili, ai që deri dje qëndronte para ju si gjimnazist, e sot qëndron si student europian. Prej 4 muaj që jetoj larg Shqipërisë, ku zhvillimet në vend I kam ndjekur vetëm nëpërmjet medias. Sapo dëgjova thirrjen e Partisë Demokratike për protestë kombëtare, kam prerë biletën e parë të avionit për të qenë mes jush, për t'ju bashkuar protestës kundër korrupsionit galopant dhe kësaj qeverisje të papërgjegjshme që kanë bërthyer prej fyti zhvillimin e vendit. Ngjarjet e fundit na kanë treguar dhe një herë në dritën e diellit ato që Partia Demokratike I ka denoncuar me vite. Çdo arrestim I zyrtarëve të lartë ka nisur nga një denoncim I Partisë Demokratike. Nuk është parë në asnjë vend evropian që çdo ditë të merren pandehur një mori zyrtarësh nga më të pushtetshmit në vend. Vetëm në Afrikë, Azi Jugore ose në një ishull të harruar në Oqeanin Indian kemi dëgjuar për të tilla afera. Si mundet Shqipëria në zemër të Europës gjeografikisht dhe kandidate për Bashkimin Evropian politikisht të pretendoj se meriton antarësimin në familjen e vlerave europiane. Shqipëria, ajo që vazhdimisht renditet e fundit në testin ndërkombëtar të PISA-s, e fundit në indeksin e lirisë medias, e para në shkallën e emigrimit dhe e para në indekset ndërkombëtare të korrupsionit, ka patur një herë një kohë një ëndër shekullore për një Shqipëri europiane. Një ëndër e cila u kthye në himnin e studentëve çlirimtar të 90-s dhe sa po vinte po I afroi qëllimit derisa në krye qeverisë erdhi rilindasi. Shqipëria që lam ne renditej e para në rritjen e rrogave, ku ja kalonim dhe fshinjve tanë europian, atyre rumun dhe bulgar. Në vitin 2013, megjithse qeverisja jonë nuk ishte perfekte, njerëzit kishin shpresë për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu, për të formuar familjen e tyre këtu, për të hapur një sipërmarrje ose për të hedhur një hap në jetën e tyre. Mbas 13 viteve qeverisje të rilindjes, sado e fort ka qenë propaganda, ne e shikojmë si e zeza mbi të bardhë ku jemi. Shkolla që mbyllen, administrata tejet e fryrë e politizuar. Në çdo zyrë që futemi, gjejmë 3 a 4 punonjës që jam I bindur që as ata vetë nuk e din për çfarë janë aty, për vetë se të votojnë partinë shtet. Emigrimi masiv me largimin e 1 milion shqiptarëve, shpopullim masiv. Por si mundet një I ri të shikojë të ardhmen e tij këtu, kur ka një mungesë theksuar të meritokracisë, ku punët ndahen në administrat sipas devotshmërisë ndaj partisë, ku për të blerë një apartament është e pamundur për një të ri të thjesht, e kur tregu botror ecën me hapa të shpejt, ndërkohë në Shqipëri gjen vetëm punë krau. Nga ndërtimi në hotelerit e rëndom si kamarier. Shqipëria mund të jetë vendi I vetëm në Europën në botë ku kamarierët kanë diploma universiteti e drejtorat janë pa shkollë. Me mira të rinj, të ndershëm, ekselent dhe të aftë, janë detyruar që kanë ikur drejt një bote tjetër, një bote demokratike, ku mundi se cilit është vlerësuar. Dhe ata nuk kontribojnë atë dhe, por në diasporë. Pikërisht ata do të ishin një kontribut shumë I vlefshëm, sepse kanë treguar që në tregun ndërkombëtar ja kanë dalë. Korrupsioni është kthyer në sistem dhe ka marrë formën piramidale, nga kreu I qeverisë deri tek në punësi më I thjeshtë. Dëgjojmë nga dhënat e prokurorisë speciale që flitet për afera me qindra miliona euro, të cilat janë përfituar nga zyrtar pa kryer asnjë punë. Po mirë më, menduam se Erion Velia ishte monstra e korrupsionit dhe me inceneratorin fantazëm që glabron miliona euro, po pas Erion Velia dolën dhe një band me drejtora, çuna të rinj, të cilët vjedhjen e kishin kthyer në biznes, ku afera e tyre prologaritet deri në 50 milion euro. Dhe mbas Veliajt na del dhe Akshi,
një aferë mbi 700 milion euro në 13 vjetë rilindje. Dhe po të flasim për Belinda Ballukun, nuk mund të rri pa mu kujtuar ajo Barsaleta e famshme, ku një ministër gjerman takohet me Belinda Ballukun. Shkon Lubia në vizitë zyrtare në Bavari dhe pyet ministrin, që kishte një vil një kaçe, ore, ti si e ke bërë të pasurit? Thot Gjermani se ka pasur stërgjyshin avokat dhe gjyshin avokat dhe vetë me punja ka dalë. Dhe i kthehet ministri Gjerman Belindës dhe e pyet, po ti çfarë pasuri e ke? Lubia i thot se deri tani Spaku i ka gjetur vetëm 300 apartamente dhe 2 jahte. E pyet Gjermani, po ti si i ke bërë këto? E i kthehet Lubia. E shikon i shikon ato 2 urat e tuneli Llogaras? I kthehet Gjermani, thot, aty nuk ka ura. E po ja ku janë parat e apartamenteve të mia. Ndoshta ne kemi qenë opozitë dobët, por sa do të dobët kemi qenë ne. A i jep kjo të drejtë Edi Ramës vjedhi zgjedhjet? A i jep kjo të drejtë Edi Ramës të vjedhi buxhet në shtetit? Ja ku del prap që këto vite jemi mbuluar nga propaganda e atyre, por e vërteta vonon, por nuk harron. Ne kemi qenë dhe mbetemi në anën e dur të historisë. Ne jemi mishërimi në vizë studentëve të 90-s. Ne jemi patriot, pro familjes, pro liris individit, dhe mbi gjitha ne jemi të ndershëm. Ne jemi ardhmja, ne jemi ndryshimi dhe ne do ta çojmë Shqipërinë në Europë. Edi Rama sot është vetëm i vetmuar mes parave të vjedhura dhe luksit, por përlitet si peshku pa ujë. Është misioni ynë ta çojmë deri në fund detyrën që ne kemi nisur. O sot o kur, të qëndrojmë besnik vlerave të lirisë, të familjes, të demokracisë, sepse fundi i kësaj qeverie është shumë afër. Demokrat, pritëm 13 vjet. Prandaj, na ka ngelur që këto muajt e fundit të mos i ndajmë protestës si mjeti joni vetëm për të larguar këtë qeveri, për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Kërkesat tona janë të qarta. Qeveri teknike, zgjedhjet parakoshme. Ne do të fitojmë për ta bërë Shqipërinë më të mirë, për ta bërë Shqipërinë më të begat, të rikthejmë mbi tanat dhe i bëj thirrje çdo njeriu të ndershëm në këtë vend, i majta i djathtë nuk ka rëndësi. Bashkohuni me Partinë Demokratike, besoni tek ne. Ditë më të mira po vinë. Ëndra e një Shqipërie madhështore është gjallë këtu mes nesh. Zoti ju bekoft ju, Zoti bekoft demokratët, Zoti bekoft shqiptarët. Fitore, fitore, fitore! Vlezër dhe motra, ju lutem që edhe kryeministri më i korruptuar, jo i Ballkanit, po i gjithë botës të shohë se sa shumë jemi. Ju ftoj të ndezim blicat e celularve, që çdo blic të jetë i shuplak për largo qeverinë e Edi Ramës. Ata që flasin për opozitën shqiptare, sikur të ishim në Suedi, kapojnë. Pushteti ka trajtuar kundërshtarin politik si në Bielorusi. Burgosja liderit historik nuk e trembi opozitën. Ajo nuk u dorëzua. Ja një kujtes e 333 ditëve që dëshmoj se Partia Demokratike dhe Sali Berisha nuk mposhten. Qendrështar dhe qendrështar misionar të kauzës së drejtë, të dignitetit, votës së lirë, të fitores. U krye dhe kjo punë.
Të dashur, Kjo ishte historia. Qytetarë të Tiranës, demokrate e demokrat, shqiptare dhe shqiptar kudo që jeni sonte në Shqipëri dhe jashtë vendit. Të nderuar deputet, të nderuar aleat Partisë Demokratike, vëllezër e motra, zonja e zotëri, përshëndetjet më miqësore, nderimin më të madh, ju, burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që u ngritet sonte si uragan, i shpresës, i besimit, i shpëtimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Të dashur miq, ju flas sot në një nga momentet më kritike të kombit, jo vetëm në 35 vitet e fundit, por ndofta gjatë gjithë historisë së tij. Mira vjeçare, në 10 vitet e fundit të këtij regjimi, shqiptarët janë paksuar më shumë se nga çdo epidemi, nga çdo pushtim, nga çdo zibuke dhe çdo gjë tjetër. Shqiptarët në 10 vitet këtij regjimi kanë shkuar mbrapa 100 vite për lindshmërinë e tyre. Sot ata kanë humbur mbi gjysmën e rinisë së vet, kanë humbur të ardhmen dhe çdo vit bën gjithnjë më pak në këtë 10 bekur. Ne mblidhemi në një moment kritik, ndofta si kur më parë, sepse Edi Rama, pasi shtroi zgjedhjet në farsë elektorale, del se ka vendosur të bëhet multimiliardier me parat tuaja, me pasurit tuaja publike, dhe jo vetëm kaq, por ai ka vendos veten mbi ligjin, mbi kushtetutën, ka vendosur veten mbi çdo pushtet, dhe na thot nga Surreli, apo kjo ndërtesë e krimit, se ju shumëzoj me zero, se unë jam mbi ligjin, mbi kushtetutën. Edi Rama, hidhi syt këtij bulevardi, sonte, nga sonte, ti kur nuk do njihesh më në Shqipëri as në botë si kryeministër, por si kavoband, si kavoband, si kavoband. Të dashur miq, pasi shtroi zgjedhjet në farsë elektorale,
duke organizuar me parat tuaja mira veprimtarit paligjshme në periudhë elektorale, duke arrestuar liderët e partive kryesore opozitare, duke përdorur tonelatat e drogës të karteleve dhe bandave të krimit, duke shtruar në punësit e shtetit shërptor tuaj në policë të votës së lirë, duke falur 2 miliard euro, gjoba dhe kamata vetëm për karrikën e tij. Ai në një revansh të papar bëri gjithçka që të mbyllë çdo hapësirë opozitës. Ai mendoi se projekti i tij Shqipëria pa opozit tani do të realizoj. Miq, rrallë ndonjëherë ka ndodhur vetëm në disa vende të Afrikës që qeveritar të bëhen multimiliardierë dhe miliardierë dhe qytetar të varfrohen nga vitin vit dhe të braktisin vendet e tyre. Me parat tuaja, Edi Rama ka vendosur vellën e zezë të censurës, paguan mediat e tij të cilat glorifikojnë të keqen, thurin lavdi krimit të tij, demonizojnë opozitën, mashtrojnë qytetarët. Me parat që grabit ju, ky armik i egër i qenjes shqiptare kontrakton lobist, ish ministra, ish kryeministra, diplomat, ambasador, zyrtar të lartë, për deklaratat paguara, për mashtrime ndërkombëtare, për betejë kundër opozitës. Të gjitha këto, duke besuar se Shqipëria pa opozit është projekt që do realizojë së shpejti, po ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, për të përmbysur këtë narkodiktaturë, një lloj si të përmbysëm etrit e tij 35 vite më parë. Miq, këto 2 javë në Shqipëri është zhvilluar një betejë pa shembull. Një prokuror guximtar pezulloi nga detyra zëvendës kryeministrin, njeriu më hajdut pas Edi Ramës në tërë historinë e kombit. Një gjykat turpi u ble, një gjykat supreme kryesore e kombit i hoqi jashtë çdo rregulli mas të pezullimit, e kthej Lubin në detyrë që të vjedh ditë e natë, e kthej Lubin në detyrë që të prish çdo provë, e kthej Lubin në detyrë që si banditët kërcënoj çdo dishpitar. Edi Rama me këtë akt, me këtë vendim që i diktoi gjykatës kushtetuese, na tha ne shqiptarve se unë ju kam vjedhë dhe do t'u vjedhë, pa kufi, pa ndalshëm, sepse jam mbi ligjin, mbi kushtetuten, mbi gjykatat. Reagimi tjetër i tij, i pa shembullt në tërë ekzistencën e pluralizmit. Miq, kërkesës për arrestimin e zëvendës kryeministres, pasi u shtuan afera të cilat
provojnë se Edi Rama dhe ajo së bashku kanë vjedhë shpërdorue dhe dëmtuar shqiptarët vetëm me ato afera 1.2 miliard euro. Edi Rama përsëri mbori pushtetin e parlamentit, blokoi parlamentin, blokoi heqjen e imunitetit, kreu grushtin e shtetit për të shpëtuar në kurrën e tij. Po miq, Edi Rama nuk lejoi dhe s'mund të lejonte kurrë të arrestoi Lubia, sepse e dinte mirë se i pari i dyti do jetë ai. Në fakt ai duhet ishte i pari, po i dyti do ishte ai. Edi Rama është autori i vjedhjeve të përmasave të pa imagjinueshme nga ne. Çfarë mësuam ne këto ditë? Ne mësuam se zëvendës kryeministrja në ato teftere që janë gjetur deri sot, ka mbi 300 apartamente, ka dhe 2 jahte luksi, ka 15 supermerkato, ka me qindra prona tjera, por e vërteta është se në qoftë se ajo ka, mos harro këto prona, Edi Rama hyrin këtë ndërtesë, pasi kishte depozituar në bankat offshore para të vjedhura 200 milion euro. Të kthyer në apartamente, ato janë bash me 1800 apartamente. Dhe të gjitha këto para vitit 2014. Miqtë e mi, Edi Rama nuk do pranoj kurrë të heq imunitete. Edi Rama nuk do pranoj kurrë të shkarkoj Lubi Ballukun apo t'jap dorëheqje. Nuk duhet gabohemi. Jo, Edi Ramën do ta heqim ne. Do ta heqim ne, populli opozitar. Do ta heqim ne, populli opozitar. Askush mos të ketë iluzion se Edi Rama ikën me vot. Jo kur. Por sot nuk ka shqiptar që beson më se Edi Rama ikën me vot. Mund të ketë tek këtu njerëz që besojnë se mund të ikën me drejtësi. Naivitet. Jo, kur. Aja është i gatshëm ato 84 mandate ti përdor si bajoneta krimi, kundër drejtësisë, kundër qytetarëve, kundër kushtetutës, kundër ligjeve. Atëherë vota jo, drejtësia jo, do t'jenë qytetarët, do t'jenë idealistët, do t'jenë guximtarët, ata të cilët do të hedhin Edi Ramën në banesën e turpit historisë. Do t'jenë ata që do i rezervojnë Edi Ramës atë që i ka rezervuar popujt e shtypur, Idi Aminit, Ghedafit, Mobutus, apo ata që i rezervuan kombet e largëta, Nepali, Bangladeshi, Sri Lanka, diktatorëve autoritarë si Edi Rama. Miq, zhurmë e madhe, opozita, s'kuj ka forsat kuj ka, mjera ata që i japin Edi Ramës, i japin zemër me gënjeshtra, ja ku është opozita dhe do ja u them unë ju. Ju një njerëz të bekur. Ju jeni njerëz bekur.
por opozita disa detyra të mëdha, detyrime shumë të mëdha që kishte para jush i ka bërë. Opozita ja doli ti dëshmoj botës se që përfaqëson narkoshteti shqiptar. Ja doli ti faktoj botës se si Edi Rama shtroj në fars votën tuaj. Ja doli të faktoj se Edi Rama është jarmik i egër i pluralizmit, se është një bos i karteleve më të rrezikshme të drogës në Europë. Të gjitha këto ishin të domosdoshme, por të gjitha këto kanë një mesazh. Në këmbë shqiptar, në misionin historik për të larguar Edi Ramën, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar familjen shqiptare. Ndaj dhe ne jemi këtu sot, jam i bindur se me të drejtë, jo pa të drejtë, ka qytetarë këtu në shesh, ka të tjerë që na ndjekin dhe thonë, po çfarë do bëjnë këta? Ja u bë kjo, çfarë do bëjnë këta? U them atyre që pyes, keni shumë drejt pyetjen, po u jap fjalën që ne do bëjmë atë, ja do vdesim, ja do rrojmë për liri. Njëra ai që provohet me ne. Dhe djeni mirë, se kur ne kemi dalë me këthe motiv, kur nuk kemi humbur, kemi fituar, do fitojmë. Nuk mundet kur një grusht hajdutësh të na në përkëm ne, nuk mundet kur një grusht hajdutësh, narkotrafikantësh, të shkelmojnë mbi identitetin ton, të shkelmojnë mbi të ardhmen ton, të nxjerrin Shqipërinë, ta përzën nga Shqipëria, jo kur. Jo, të harrojnë, kemi dalë në shesh, mos e harro këtë Edi Rama, sheshi është yni, kudo që t'jesh, nuk të ndahemi. Së ndahemi këtu, po t'ja fjallën së ndahemi as në Surrel. Hapi shim sytë, shim të njerëz, marshim drejt Surrelit, po ju themun. A ju në ka shpal luft, ne i shpalim luft. A i ka shpal luft shqiptarve, ne i shpalim luft armikut shqiptarve. Ke prek votën, Timor. Bastard. Harrove ti se daja jytë dhe baba jytë për votën doni ta fustin tanket. Të rikujtoj këtu Edi Rama 20 shkurtin, kur me autoblind përfundove në bunkeret e Enver Hoxhës. Edhe bunkerës do gjesh më. Ndaj miq, le ta shërbej ky takim madhështor proteste për një betimi njerëzve të lirë, betimi burrave grave guximtar, i djemve dhe vajzave guximtar, të bashkohemi sa më shumë dhe në emër tuaj ftoj të gjitha forcat politike opozitare, ftoj çdo opozitar, ftoj çdo guximtar të bashkohet në këtë betejë. Në këtë betejë vendimtare për fatin e këtij kombi që po shuhet, që po shkretohet, për fatin e këtij vendi të bekuar,
nga i cili po largohen bi dhe bijat e saj se nuk i besojnë më, pavarësisht se ka pasurit me prallore. Për familjen shqiptare, të cilët duhen me çdo kusht ta shkatrojnë, ta shkonfigurojnë, sepse mbarti kombin nga shekull në shekull, nga midhjeçar në midhjeçar, dhe tani duhet ta zhdukin kjo racë. Armiqësh, ju bëj thirrje intelektualëve shqiptar. Hiqeni mantelin e konformizmit. Intelektuali ka armik numër 1 konformizmin. Është virusi më shkatrimtar i tij. Dilin shesh si në 91, si në 90-ën. Dilin të përballemi, se kemi detyrime ndaj familjeve tona, ndaj qytetarëve që na besojnë. Dilni, se nuk mundet kur një bandë si këta të përvetsojnë, privatizojnë shtetin dhe gjithë shka. Thirrje fermerëve të Shqipërisë, shikoni fqijt tuaj, se si i blokuar rrugët 2 javë për të drejtat e tyre që i kanë 100 herë më të mëdha se tuajat në Shqipëri. Bashkohuni këtë protestë. Bashkohuni, se tokat tuaja po mbetën djerë, se fëmijët tuaj po shkojnë punojnë tokat në përbot. Të shpëtojmë sa më shpejt nga ky regjim. Partia Demokratike Qendron e vendosur të bashkëpunojë me çdo faktor, me çdo qytetar, me çdo forcë politike, në një front më të gjerë që Shqipëria ka pa. Edi Rama sonte është një kufon politike. Rilindja sonte është një kufon politike. Ajo pret funeralin, do t'ja bëjmë ne funeralin. Ndaj dhe duke u përulur dhe njëherë me ndërimin më të madh para jush, duke falëruar dhe ata që e lanë pa drita këtë tabel dhe u shtezova fjalimin po fola nga zemra dhe shpirti me ju. Ju uroj, ju falenderoj për ulën me ndërim të madh. I keni bërë vendin një shërbim të jashtëzakonshëm. Ju garantoj, jeni lodh. Keni dalë nga shtëpitë tuaja, keni ardhur nga anë e këmbë. Por ndonjëherë keni dhënë kontribut kaq të madh. Duhet keni besim se si që shpëtuam opozitën, kur dolin ta zhduknin, do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shqiptarët, do japim vendin që meritojnë. Ndaj dhe rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, 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 faleminderit.